Që qëndron ti me reality show? Besoj që ke fjallin për Big Brother, për shembull. Bigu është një gjatë që mundet mjë dhonë dikojna një shansë të për mirë, ose ama është edhe një rrezik që mundesh me hi për shembull. Unë i për cili, normal të është 24 orë, po gjithmonë shikoj që ka ndodhë prajme të dëmas me mamin. Po e kisha moj për shembull me mendu vetën, ku për shembull kër i kom pa, thajsha, qëto e kisha bo ndrysh, ose qëta e kisha bo si shto, po nuk i djetë. Ndo shta më ndryshon mendja, se di, halos së më thamë kështone, ama se jo. Po me sfidu vetën kishe të është. Tjep është një shansë te për e madhe me marë, tjep kontakte, tjep një bazë te për të mirë. Nuk i dihet, pra. Mund edhe të shohim, të kishme qenë shumë interesant me të njoftë ty në krejt dimenzionet edhe 24 orë, sepse është mundësia, si që the edhe ti, pra o të do publiku shumë, edhe ti shfaqat anën tënde të vërtet, të pranon, edhe Alisin Diqmeri, të shtynë shumë për në karjerë. Besoj që për vendimet të tila, pa tjetër një konsultim me mamin e bënë, nuk e dhja, do t'ishte ajo dakord? Ajo ka thonë veç nëse më le me vizitu, me ta, me donë këshilla, thash po more si shua. Ajo veç, si shtash edhe me herët, ajo veç thjesht ka qef me më kujdes, me di që jam të ba, me di që nuk rikthesh edhe ma qysh me ndanë, nëse nuk pëlqen ma, po nuk është që më dalë, më ka thonë nëse do me ba, provaje pse jo, edhe jes. Ka plot konceptet, besoj edhe ti i lexon duke qenë vajzë që ndjek trendet edhe je vazhdimisht aktive në rrjetet sociale, për të rinj, pra, Gen Z-n që e kanë ndryshu konceptin e jetës, kur vjen puna të partnerët, kur vjen puna të lidhjet, në cilin grup bën pjesë ti. Pra, të fundit këtë e lexova që tashmë vajzat po janë të prirura që të martohen në mosh më të hershme, një fenomen ky që ka ekzistu dikur, për shembull ti vetë dhe nana jote është bë me ty si fëmijë 18 vjeçare kur ka qenë. Pra, gjithë kjo si një lloj rikthimi i trendit të asaj kohe. A qëndron ti, pra cilat janë mendimet e tua, si të duket kur po e shet tek bashkëmoshatarët? Unë mendoj që po thamë që tash ma shumë pëlqen ma vonë, sepse je ma e pjekur edhe i mendon gjana ndryshe. Po normal nuk i dihet fatit jetës kur, mundet nesër me dalë, mundet mas nesër, mas 2-3 vite, 5 vite, se për shembull i shoh te mami nuk ka pas mundësi mi shiju gjana, të kuptoj edhe ma mirë shijoj që tash, edhe ma ndej mundesh më rahatu, po unë veç po i thamë kështu me menimet që kam qëta, se nuk i djetë. Kjo i bi që ti për momentin zemrën s'ta ka marrë dikush, pra? Je qik single? Jo, muzika.